Feronikeli është rikthyer në Superligën e Kosovës në futboll pasi e mposhti Ramis Adikun me rezultatin 2-0 në Prishtinë. Kjo fitore vullosi një sezon shumë pozitiv për skuadrën nga Drenasi, e cila arriti objektivin kryesor, rikthimin në elitën e futbollit kosovar. Për trajnerin Granit Begolli, ky sukses është merit e futbollistëve dhe për kushtimet të treguar gjatë gjithë kampionatit. Një objektiv që ka caktuar klubi çush në fillim, që ka ofruar lojtarë shumë cilësor, kjo është merit ekskluzive lojtarëve, më thon lirisht. Këta djemë kanë merituar inkuadrimin në Super League me karakterin që kanë kallëzuar, me luftën që kanë kallëzuar. Kemi qenë ekipa më konsistente, domethënë gjatë gjithë sezonit. Mos harrojmë, jemi mbrojtja më e mirë e kampionatit dhe njëra prej sulmeve më të mira, kemi gollashënuesin e ligës, kështu që është një sukses i përbashkët, një punë ekipore dhe mendoj që Feronikli ka merituar si vjet inkuadrimin në Super League. Feronikli është klub kampion dhe meriton që të jetë Super League. Çka ka karakterizuar këtë sezon për Feroniklin dhe cilat ishin ato momentet kryesore të sezonit që po të kujtohen tani? Më thon lirisht që nuk e kemi humbur pas një derbi. Disa prej tyre kemi fituar, ato ka qenë çelësi suksesit, sepse nëse kishim humbur njërin prej tyre, na jemi kanë disavantazh me pikë në gjysmë sezonin e parë. Mendoj që kishme kanë vendimtare për fatin e kampionatit. Gjatë gjithë sezonit kemi vetëm një humbje, edhe mendoj që kjo ka qenë forca e ekipit, forca e grupit. Kemi reaguar mirë atëherë kur është dashur, kemi fituar ndeshjet vendimtare, edhe mendoj që kjo e ka karakterizuar grupin që ka një karakter të fortë, një ekip që ka luftuar deri në momentet e fundit. Mos harrojmë, në 2 ndeshje derbi kemi qenë në disavantazh në 2 ndeshjet, edhe kemi ditë mu rikthy dhe kjo ka qenë forcë grupore që na ka pru deri këtu ku jemi sot. Për Begollin, kjo është rikthimi i dytë në Super League me Feronikelin, pasi edhe në vitin 2023 kishte arritur të ringjiste skuadrën nga Drenasi në elitën e futbollit tonë. Njëri ndër lojtarët më të spikatur të këtij sezoni ishte mesfushori Ibrahim Cervadiku. Jam shumë i lumtur që kam arrit me bëni një sezon shumë të mirë të këtë vit me Feronikelin, edhe arritëm qëllimin që kena pas qysh pe ditës sport i kuadrimin Super League, edhe po besoj që nuk e diskutu qysh pe ditës sport që na kena me antar të ri të Super Leagues. Vetë fanella Feronikelit që dihet gjithmonë është ajo fryma që me dal kampion. Edhe nëse edhe në Super League sezonat e kaluara që diçka që s'ka shku mirë, domethënë gjithë kena pas presionim sa më lart me shku, po që klubi ka pas atë ulje ngritjet e veta, edhe këtë vit ja arritëm u kthy në Super League, edhe besoj që mo Feronikeli nuk ka më pas këto probleme, edhe nuk besoj që kena me lumë në ligën e parë. Ndërkohë, kapiteni Armend Halili këtë edicion e përshkroi si njërin prej sezoneve më të bukura në karrierën e tij, duke veçuar unitetin dhe sakrificën e ekipit në rrugën drejt rikthimit në Super League. Kemi tregu pe fillimit që jemi një ekip shumë me një grup shumë të mirë brenda ekipës. Nga njëra dhe kemi sakrifikuar shumë, por në fund ja kemi dalë, si mu pëmbjen pas 12 vite të luaj në ligën e parë, por ka qenë një prej ediciona ndoshta që edhe në Super League nuk jam di kaq interesant deri në ditën e fundit, duke mos e ditur se kush po futet në Super League, por sakrifica mundi që kena bërë gjatë gjithë sezonit në fund na u shpërbly edhe sot jemi në Super League. Ai je për lojtarë më të vjetër të ekipit, kapiteni i ekipit, na tregon diçka edhe për bashkëlojtarë, shumë potencial i ri, shumë djemë të ri që kanë treguar vlerën e tyre. Po, kemi brenda grupit ka shumë lojtarë të ri. Unë mire, jam 28 vjeçar, për jam ndoshta nga më të vjetrit në ekip. Kemi shumë djemë të ri, potencial, disa që kam pas edhe disa oferta për jashtë, që do me thonë Feronikli ka edhe një shkollë futbolli shumë të mirë që kanë ardhur edhe lojtarë janë inkuadruar në ekipën e parë dhe ka shkuar gjithçka mirë. Do me thonë presim tash, besoj që Feronikli në Super League do të jetë krejt një fytyrë tjetër në sezonin e Super Ligës. Feronikeli është ndër ekipet kosovare më të suksesshme në dekadën e fundit, me 3 kampionate të fituara, 3 kupa dhe 2 superkupa.